për të ndalë para kamerës, diçka do të thotë, si e keni emrin? Plumë Rustemi. Po, Plumë, juve punoni merre me bujqësi? Po, kam bler tokë këtu në Levan dhe kam tokë aty poshtë, kam bler 1 hektare gjys, misër, dhe problemi është për ujnë për vaditje. Sa largë në kanali kryesor, sepse si që qikojmë... Jemi rreth 1 kilometr dhe kanali është prishur diku aty matan dhe nuk vin ujë. Tani nuk dim se nga varet ky kanal, nga komuna apo nga bashkia. Nuk e dini që ka një shoqat ujiti që merret me mirëmbajtjen e kanalit dhe ju paguani për këtë shoqat? Po, ne kemi paguar, po s'është bërë asgjë. Kryetar shoqate? Nuk e njohim fare. Do të takoni kryetarin e shoqatës, gjithsesi vërejtja juaj ne bashkojmë me sugjerimin që bën, si ke emrin? Plumë Rustemi. Po, Plumë Rustemi. Unë kam marrë tokë në Levan, apo qova janë se po qova se nuk fare. Lekët që merren. Ku qohen? Pse s'bën kanalet? Pse s'riparohen? Sa lekë keni paguar? Po kam paguar 2000 lekë. Të vjetra? Po, të vjetra. Si kërkuan? 200 lekë. 200 lekë. Kaq kërkuan? Sa kërkuan janë paguar. Tani pse si bën kanalet? Gjithsesi nderuar shikues, ka nevojë për të ndalur tek shoqatat e ujitjes, sido që qëllimi i misionit tonë sot është një takim me gjithë fermerët për të parë punën e fermerëve, por vërejtja juaj është me shumë vend. Faleminderit, mirupafshim. Problemi qëndron këtu, për ujin e pishëm. Pse një shoqatësh. Pse nuk na i sill ujin e pishëm në fshat? Sa ujë pishëm fshati? Po, për të matur është matur, linja, dhe nuk ka ardhur. Po. E janë ngrenë lekët, se kush i ka ngrenë nuk dihet. Po. Kanali nuk është hapur, ka dediku matjen e di shumë mirë se kam qenë atje që është bërë matja dhe nuk është hapur, nuk është trozorda. Ne jemi pa ujë pishëm. Kot tonë që fshati po çov ka ujë pishëm. Mbetet një vërejtje gjatë kësaj rruge që kemi ne, një vërejtje edhe për drejtorinë e ujësjellësit, ujësjellësit.